burri nuk është as që dën me qumë mirë, as që dën munda, që thojmë neve në mes dy zjarëve. Më thot fjalë të këqija, e akuzon në moral, më thot nënë e keqe, e tjerë pa arsye. Allahu azhjal e përmirësoft këtë bashkërt. Zoti i lartësuar ka obligu për besimtarët ose me jetu që është duhet që ka hije ose munda. Andaj këti burri na i themi ose maje gruan, ose daje prej saj. Mos ja bjerë kështu punën. Nëse për një ma është e pandarshme që pëthuhet ti, o zotëri, atëherë pse pe manë? Ti motër nëse nuk je që ashtu, alhamdulillah, nuk po thonë më shumë mërzit, se e di që dënë me plasti, se po ta nxet, po ta shpif diqka. Tash, aj, asë nuk dënë me që mirë, asë nuk dënë munda. Ti tash e gjit tjetërën në pësjan. Ose që e mire, bënë sabër, ose ndaju. Nëse mund me duru, Allahu që përbleft e Zotit një moft, nëse jo, atër gjithë më unën këshillaj, pa nguti, pa eufori, jo me një minutë ose dytë përgjigje që t'japon, me emocionu, me mbush në vetë dhe me shku me bo punën bërlog, jo, shko, analizaj mirë sanët, fali 2 rekat namaz, bani dua Allahit, konsultoha me njerëz të mençëm të familjes, të akrabave tu, kallzoj babës e nanës e vllaznive, po tu me marrë këtë vendim, kallzoj edhe ati zotnis, ati burët e lutë mos e nali fjallët, që te do sanë në tavërin 3-4 pika, plotësoj qëto ose unë e vdu munda, jo ti kështu ti ashtu jo. Sot elhamdulillah nuk mundet kërkush as me të rej, as me të maltretu. Ka mundësia, shëqër në raste që ka ardhë, por edhe në raste, po keq përdorët edhe. Edhe, vazhdo për para. Pra t'jeshe kujdesshme është mirë. Konsultim me familjen është mirë. Pa eufori është mirë. Allahu t'ni moftë.